Pas plot 3 orë bisedimesh në takimin e liderëve të iniciuar nga kryeministri Mickovski, ku karriga e LSDM-s mbeti bosh, nuk u arritën marrëveshje konkrete. Sipas informacioneve që morëm, në fillim u hapën çështjet e agjendës reformuese, si dhe nevoja për sigurimin e shumicës së badenterit për zgjedhjen e avokatit të popullit, si dhe shumica prej 2/3 për ligjin për sistemin Safe City, për të cilin u theksua se në afatin më të shkurtër duhet të gjendet zgjidhje që të mund të fillojë funksionimi nga 1 shkurti. Fokusi kryesor ishte shfuqizimi i qeverisë teknike, për të cilën Mickovski vlerëson se duhet të shfuqizohet, por për këtë ende nuk ka konsenzus. Ako od opozicijskата да се мислат дека заслените избори е потребна техничка влада во ред, нека биде заслените, но тие потоа, барем од тие потоа кој да победи на следните избори, да нема повеќе техничка влада. Për këtë çështje nga BDI kanë propozuar që të zhvillohen konsultime me bashkësinë ndërkombëtare. Kryetari i partisë Ali Ahmeti theksoi se në takim kanë hapur edhe çështje shtesë për të cilat është rënë dakord me kryeministrin Mickovski që të bisedojnë në një takim kok më kok. Sa i takon qeverisë teknike, qëndrimi ynë është që duhet të konsultohemi dhe me bashkautorët e sjelljes së këtij ligji, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket qeverisë teknike, nga vlen janë të mendimit se ajo duhet të shfuqizohet, por për shkak se nuk ka konsenzus të plot, kjo të bëhet pas mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Bilal Kasami ka hapur edhe çështjen e mundësisë më të madhe për votimin e diasporës. U diskutuan disa çështje, unë dua të theksoj që ishte qëndrimi jonë dhe kërkesa jonë në takim, ka të bëjë me votimin e diasporës, pra kërkuam që të shqyrtohet mundësia që të ketë diaspora më shumë mundësi për të votuar, sepse ne vlerësojmë që diaspora është një kontributor i rëndësishëm i zhvillimeve veçanërisht ekonomike në vend, po ashtu edhe mundësia që të kemi lista të hapura. Pikërisht për kodin zgjedhor nga Znam dhe nga Levica dolën me qëndrimin se nevojitet zgjidhje e re me një njësi zgjedhore dhe lista të hapura, ndërsa sa i përket qeverisë teknike janë të mendimit se ajo duhet të shfuqizohet. U hap edhe çështja e zgjedhjes së avokatit të popullit, për të cilën u tha se duhet të zgjidhet sa më shpejt.